Hello, mirëmëngjes. Kërkoj falje për veshjen time. Nuk jam veshur tani si një pastor, por jemi në udhëtim edhe tani sot nga mëngjesi deri tani kemi udhëtuar 5 orë me makinë edhe kemi akoma 3 orë e gjysmë para se të jemi në shtëpi. Por dua të bëj këtë video do bëj një predikim për ju nga Isaia kapitulli 6. Edhe unë jam këtu në anë të rrugës dhe nëse dëgjoni ndonjë makinë, ndonjë kamion duke kaluar këtu, mos shqetësoni për atë. Por Isaia kapitulli 6 do të lexojmë 8 vargje. Bibla thot, vargu 1, Isaia kapitulli 6, vargu 1. Në vitin që breti Uziahu vdiq, unë pash edhe Zotin të hudhur mbi një fron lartë dhe të ngritur, dhe bishti i rrobës së tij e mbushi tempullin. Mbi të qëndronin serafinët, secili kishte 6 krah, me 2 mbullonte fytyrën e tij. Me 2 krah mbullonte fytyrën e tij, me 2 mbullonte këmbët e tij, dhe me 2 fluturonte. Dhe njëri i thërriti tjetrit dhe tha, I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti i ushtrive. Gjithë toka është mbushur me lavdinë e tij. Dhe shtyllat e derës e tempullit, dhe shtyllat e derës tundeshin nga zëri i atij që thërriste. Domethënë ishte një zë të fortë. Dhe shtëpia u mbush me tym. Atëherë thash unë, Isaia, atëherë thash unë, I mjerë jam unë, se jam I humbur, sepse jam një burr me buzë të papastra, dhe jetoj në mes të një populli me buzë të papastra, sepse sytë e mi e kanë parë mbretin, Zotin I ushtrive. Vargu 6 tani. Atëherë, njëri nga serafinët fluturoi tek unë, duke pasur në dorën e tij një thëngjill të ndezur, të cilin e kishte marrë me pinca prej altarit. Dhe ai e vuri mbi gojën time dhe tha, ja, ky ka prekur buzët e tua, dhe paudhësia jote është hequr, dhe mëkati yt është pastruar. Lavdi I Zotit, amen. Tani, vargu 6. Gjithashtu, unë dëgjova zërin e Zotit, duke thënë, cilin do ta dërgoj, dhe kush do të shkoj për ne? Atëherë thash, ja ku jam, më dërgo mua. Tani, këto janë 8 vargje, dhe të bëjmë një lutje, edhe pastaj do të predikojmë. Atë qiellor I bekuar, faleminderit o Zot për këtë mundësi, përmes një video që mund të predikoj për kishën tonë atje në Sarand. O Zot, unë lutem që ti mbrosh këta o Zot, që ti të jesh bashkë besimtarët e mi. Faleminderit o Zot për këta që vazhdojnë besnikërisht edhe në mungesën tonë. O Zot, më ndihmo mua tani të predikoj një mesazhin e duhur për ta edhe për mua, që ne të rritemi bashkë në Krishtin. Faleminderit o Zot për sakrificën e Jezusit në kryq për ne. Faleminderit o Zot që kemi vetëm 2 muaj më shumë, edhe pastaj do të jem bashkë me këta në Sarand. O Zot, na ndihmo, na jep forcë derisa të rritemi atje. Në emër të Jezusit lutemi. Amen. Amen. Lavdi I Zotit. Dua të predikoj një mesazh tani. Kjo është Isaia kapitulli 6. Tani, por kjo është momenti kur Zoti thiri Isaia për të predikuar, për të qenë
një profet. Ky është momenti që Perëndia thërriti Isaian. Dhe ishte, Bibla thotë e vargu 1, në vitin që mbreti Uziahu vdiq. Ishte në të njëjtin vit që mbreti në atë komb vdiq. Në atë moment Zoti I thiri Isaian të ishte profet. Edhe ky është shumë interesant, sepse nganjëherë ndodh edhe me ne njësoj. Humbastim diçka, ndoshta diçka që vlerësojmë, edhe domethënë nganjëherë Perëndia do të heqë diçka nga jeta jonë, që ne të mund të shërbejmë atij më shumë. Ndoshta Uziahu ishte një njeri I nderuar në sytë e Isaias, në sytë e tij, edhe një njeri I madh, edhe por ndoshta Isaia kishte më shumë besim te Uziahu se sa te Perëndia. Nuk e di, por nganjëherë ndodh njësoj me ne, Perëndia që ne t'i shërbejmë atij më mirë, më shumë, ose thjesht të fillojmë në shërbesën e tij, në shërbimin e tij, ai heq diçka nga jeta jonë. Është një moment, mund të jetë një moment I trishtuar, kur diçka hiqet, një njeri, por lavdi I Zotit që Perëndia erdhi atje. Ndoshta ishte për shkak të trishtimit. Perëndia pa Isaian në trishtim, edhe tha, unë do të thras këtë për të qenë një predikues për mua. Për nganjëherë Perëndia do të heq diçka nga jeta jonë, që mund të vendos diçka më mirë në jetën tonë. Amen. Heq diçka që mund të vendos diçka tjetër. Edhe por të flasim tani, sepse te vargu 1, të flasim për vargu 1. Në vitin që mbreti Uziahu vdiq, unë pash edhe Zotin të ullur mbi një fron. Tani, Zotin të ullur mbi një fron. Ndoshta është një vizion, nuk e di, por ai pash Zotin të ullur mbi një fron lart dhe të ngritur, dhe bishtri I rrobës së tij e mbushi tempullin. Tani, ne dim që flasim për parajs tani. Edhe për tempullin që është atje në parajs. Zotin ullur atje mbi fronin e tij, brenda tempullit, lart, ngritur lart. Tani, ai është në praninë e Zotit. Ai është në praninë e Perëndis. Edhe ky është mesazhi për sot. Ky është mesazhi. Dua të flas për atmosferën në praninë e Perëndis. Si është atmosfera në praninë e Perëndis? Çfarë ndodh në praninë e Perëndis? Unë e di këtë, unë dua të jetoj në praninë e tij. Edhe unë e di që edhe ju doni të jetoni në praninë e Perëndis. Nëse jemi të krishterë, ne presim momentin kur ne do të jetojmë përgjithmonë në parajs, në Perëndin. Amen. Duam të jemi me të. Edhe duam, Bibla thot, te veprat në dhjetën e re, që fryma, do më thënë prania e Perëndis, mbushi kishën. Dhe kjo është dëshira ime për kishën tonë në Sërand, që çdo herë që bashkohemi atje, që ngrumbëllojmë në kishë, që prania e Perëndis të jetë atje midis nesh. Amen. Edhe po si është atmosfera në praninë e Perëndis? Çfarë ndodh atje? Patjetër një fest, patjetër është plot energji, për jo energjinë e botës ose njerëzor, por është një energji shumë të madh, energjia e Perëndis. Edhe, për le të lexojmë këto vargje, edhe thjesht
shënojmë disa gjëra, të flasim për disa gjëra këtu, për çfarë ndodh në praninë e Perëndis. Numër 1, dua të them, kam 5 gjëra, dua të them, është një atmosferë plot me fuqi. Plot me fuqi. Nëse njeriu është në praninë e Perëndis, jeta e tij do të jetë plot me fuqinë e Perëndis. Nëse jeta juaj nuk është plot me fuqinë e Perëndis, atëherë nuk jeni në praninë e tij, sepse atje ai është ngritur lart. Ai është në tempull, edhe bishti i rrobës së tij do të mbush tempullin. Ai është atje kudo. Amen, është një vend, edhe unë e di, është plot me fuqi për shkak të vargut 1. Unë pash Zotin të ullur mbi një fron. Një fron është flet për një mbret, për fuqinë e tij. Ai është sovran mbi të gjithë. Edhe ne e dim, besimtarët e Biblës, ne e dim që ky fron është në parajs. Amen. Prandaj është froni i gjithësisë. Është froni i mbretit të gjithësisë. Amen. Ai është atje edhe sundon atje. Lavdi Zotit. Prandaj unë them është një atmosferë plot me fuqi. Perëndia ka fuqi, ka gjithë fuqinë, edhe në parajs, edhe në tokë. Ai është mbreti atje edhe këtu. Lavdi Zotit. Tani, numër 2, është një atmosferë plot me lavdi. Plot me lavdi. Vargu 2 thot, mbi fronin, mbi lart atje mbi Perëndis, qëndronin serafinat. Këta janë engjëjt që lavdërojnë Perëndin, engjëjt që duken si bishat, më thënë. Secili kishte 6 krah, me 2 mbyllonte fytyrën e tij, me 2 mbyllonte këmbët e tij, dhe me 2 fluturonte. Dëgjoni këtë, dhe njëri prej tyre, domethënë, i thëriti tjetrit dhe tha: I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti i ushtrive. Gjithë toka është mbushur me lavdinë e tij. Dhe dëgjoni këtë, dhe shtyllat e derës tundeshin nga zëri i atij që thërriste, dhe shtëpia u mbush me tym. Tani, kam qenë në këto situatë kur dukej për mua që edhe ndërtesa e kishës tunde nga fuqia e Perëndis, nga lavdia e Perëndis, kur njerëzit lavdëruan Zotin në kishë. Edhe Bibla thot që serafinët, që janë engjëjt atje, që lavdërojnë Zotin, këta lavdërojnë emrin e tij. Domethënë, atje në parajs, tani, në këtë moment unë besoj, në templin e Zotit, njerëzit që janë shpëtuar, serafinët, kerubinët, engjëjt, të gjithë lavdërojnë Zotin. Prandaj është një vend plot me lavdi për Zotin, amen. Plot me lavdinë e tij. Lavdia, fjala lavdia në Bibël flet edhe për lavdërimet e tij, domethënë kur ne mburremi për Zotin, edhe lartësojmë emrin e tij me fjalë të bukura, fjalë të mira, por fjala lavdia në Bibël flet edhe për një ndriçim, një shkëlqim, si këto dritat pas meje këtu, ndriçojnë. Lavdia, fjala lavdia në Bibël ka edhe një kuptim që diçka ndriçon për lavdinë e Zotit. Amen, ne duhet të ndriçojmë të shkëlqejmë për lavdinë e tij. Por ne e dim, duke lexuar këto vargje, që atje lart, atje në praninë e Perëndis, njerëzit, engjëjt, serafinët, kerubinët, të gjithë që janë atje,
në praninë e Perëndis, lavdërojnë atë. Amen. Lavdërojnë emrin e tij. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Gjithë toka është mbushur me lavdinë e tij. Amen. Është një vend, një atmosferë plot me lavdi për Zotin. Tani, dëgjoni mirë këtë, sepse ndoshta do të jetë pak vështirë për të kuptuar. Është një atmosferë plot dënim. Dënim për mëkat. Dënim për mëkatarin. Dëgjoni këtë. Sepse ky Isaia që ishte atje, pasi ai pa këto gjëra të lavdishme atje në praninë e Zotit, vargu 5. Atëherë thash unë, i mjerë jam unë, se jam i humbur, sepse jam një burr me buzë të papastra, dhe jetoj në mes të një populli me buzë të papastra, sepse sytë e mi e kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Tani në mendjen e tij, ai është dënuar, sepse ai mendon për veten, ai numëron veten e tij si një mëkatar. Edhe ai thot, nëse Zoti më shikon mua në mëkatet e mia, unë jam për në ferë. Ai do të më dënoj mua. Amen. Prandaj unë them është një vend plot dënim për mëkatarin. Ai mëkatari që qëndron para Zotit, pa gjakun e Jezusit, është dënuar. Lavdi Zotit. Dhe unë duhet të them, lavdi Zotit për këtë. Lavdi Zotit për këtë, sepse një ditë unë dëgjova ungjillin. Edhe kuptova që unë isha mëkatar. Edhe kuptova që unë isha në rrugë për në ferë. Kuptova që isha dënuar. Unë isha i dënuar. Edhe prandaj kërkova shpëtim prej Zotit. Amen. Prandaj unë them, edhe nëse jeni atje në kishë Zot, edhe në shpirtin tuaj, ke atë denje, dënimi, lavdi Zotit që ka shpresë te Jezusi. Prandaj dua të them këtë. Numër 1 është një atmosferë plot me fuqi. Është një atmosferë plot me lavdi. Është një atmosferë plot dënim. Numër 4 është një atmosferë plot shpëtim. Amen. Plot dënim, por edhe plot shpëtim. Sepse vargu 6 thot, atëherë njëri nga serafinët fluturoi tek unë, duke pasur në dorën e tij një thëngjill të ndezur, të cilën e kishte marrë me pinca prej altarit. Amen. Prej altarit. Çfarë ndodhi tek altari? Bibla thot që Jezusi, pasi vdiq, mori gjakun e tij atje tek altari që është në parajs, edhe do më thënë gjaku e Jezusit ishte atje. Lavdi Zot, gjaku e tij ishte atje. Ai mori një thëngjill të ndezur prej altarit. Është edhe ai tha këtë, vargu 6. Dhe ai e vuri atë, ai e vuri mbi gojën time dhe tha, ja, ky ka prekur buzët e tua, dëgjoni, dhe paudhësia jote është hequr, dhe mëkati yt është pastruar. Altari ishte një vend ku qengji u sakrifikua për mëkatet e njerëzve. Dhe mos harroni fjalët e Gjon Pagëzorit, që tha, ja, qengji i botës, qengji i Perëndis, ja, qengji i Perëndis, duke folur për Jezusin, ai pa Jezusin duke ecur dhe tha, ja, qengji i Perëndis, që heq mëkatin e botës. Amen. Prandaj vargu këtu thot, paudhësia jote është hequr. Amen. Me gjakut e Jezusit, lavdi i Zotit, dhe mëkati yt është pastruar. Edhe këtu
në mes të Alabama tani. Unë dua të lavdëroj Zotin që mëkati im, mëkatet e mia janë pashtruar përmes gjakut të Jezusit. Amen. Lavdi Zotit. Tani, edhe një. Si është atmosfera në praninë e Perëndis? Është një atmosferë plot me fuqi. Ai është në front. Është një atmosferë plot me lavdi. Të gjithë që janë atje lavdërojnë Zotin. Është një atmosferë plot dënim për mëkatarin. Ne kuptojmë që jemi mëkatar, jemi dënuar, kemi nevojë për shpëtim. Dhe është një atmosferë plot shpëtim, sepse atje ne pam që Isaia u shpëtua, mëkatet e tij pashtruan. Tani, numër 5, numër i fundit, është një atmosferë ku dëgjojmë thirrjen e Perëndis. Është një atmosferë ku dëgjojmë thirrjen e Perëndis. Unë mbaj mend kur isha unë në Amerikë, jam këtu tani, por në vitin 2011, unë mbaj mend kur isha në Amerikë e dëgjova unë thirrjen e Perëndis për të shkuar atje në Shqipëri, për të predikuar për Zotin, për të predikuar për lavdinë e tij. Amen. Vargu 8 thot, vargu i fundit, gjithashtu unë dëgjova zërin e Zotit duke thënë, cilin do ta dërgoj dhe kush do të shkoj për ne? Atëherë unë thash, ja ku jam, më dërgo mua. Ai tha, unë thash, dëgjova zërin e Perëndis atje në tempull, kur Isaia ishte atje, unë dëgjova zërin e tij. Kush do të shkoj për ne? Cilin do ta dërgoj? Isaia tha, ai më shpëtoi mua, unë do të shkoj, unë dua të predikoj për Zotin, unë dua të shërbej atij. Amen. Po sot atje në Kish, a dëgjoni ju thirrjen e Zotit për të bërë diçka për lavdinë e tij? Besoj se po. Ne të gjithë kemi një thirrje, kemi një punë për të bërë për Zotin, që njerëzit të dëgjojnë lajmin e mirë të Jezusit, që Jezusi erdhi nga parajs. Ai vdiq në kryq në emrin ton, për mëkatet tona, që ne të mund të shpëtohemi përmes besimit tek ai. Edhe tani këtu në Amerikë, atje në Shqipëri, unë dua që çdo njeri të dëgjoj lajmin e mirë të Jezusit, që ai erdhi për të shpëtuar njerëzit. Amen. Lavdi Zotit. Dhe ky është mesazhi për sot. Cilin do ta dërgoj? Kush do të shkoj për ne? Oh my. Si është atmosfera në praninë e Perëndis? Është një atmosferë plot me fuqi, një atmosferë plot me lavdi, një atmosferë plot dënim, një atmosferë plot shpëtim, një atmosferë ku dëgjojmë thirrjen e Perëndis. Amen. Tani edhe të bëjmë një lutje edhe do të mbarojmë mesazhin. Atë qiellor i bekuar, faleminderit o Zot për këtë kohë që kishim së bashku në këtë video. Edhe unë lutem për këta që kanë dëgjuar mesazhin nga Bibla sot, që ne të dëgjojmë thirrjen tënde, edhe të shkojmë për Zotin. Ndoshta atje sot është një njeri që nuk është shpëtuar, që është prap në mëkatet e tyre. Unë lutem sot që ajo, kushdo që është, të besoj të Jezusi sot, para se të jetë vonë, që mëkatet e tyre të mund të pashtrohen, që mund të fallen. Faleminderit o Zot, o na ndihmo të vazhdojmë për Zotin në shërbimin tënd gjatë gjithë jetës sonë. Në emër të Jezusit lutemi. Amen. Amen. Faleminderit që dëgjuar këtë mesazh, edhe do të shihemi së shpejti. Amen. Zoti ju bekoft. Mirëpafshim.